Agjencia Federale e Hetimeve FBI e konsideron sulmin e fundit kibernetik javën e kaluar të lidhur me Kinën ndaj një sistemi të ndjeshëm mbikëqyrës si një incident të madh që do të thotë se paraqet rreziqe të konsiderueshme për sigurinë kombëtare të SBA-ve. FBI kishte njoftuar për herë të parë Kongresin më 4 mars për aktivitet të dyshim në një sistem të brendshëm të agjencisë që përmbante informacione të ndjeshme për zbatimin e ligjit. Në atë kohë agjencia nuk identifikoi publikisht autorët, por Politico raportoi se dyshohet për Kinën. Sipas 3 burimeve, FBI ka vendosur që sulmi përputhet me përkufizimin e një incidenti të madh sipas ligjit federal për sigurinë e dhënave. Kongresi u informua për këtë vendim më herët gjatë javës. Të gjitha burimet e këtij lajmi kërkuan të mbeten anonim pasi nuk ishin të autorizuar të flisnin publikisht për hetimin. Vendimi sugjeron se hakerët mund të kenë kompromentuar një sasi të madhe të dhënash të ndjeshme të ruajtura direkt në sistemet e FBI-s duke shënuar një fitore të madhe kundër inteligjencë për Kinën. Ligji FISMA kërkon nga agjencitë të njoftojnë ligjvënësit brenda 7 ditëve për çdo sulm digjital që është i mundshëm të shkaktojë dëm të dukshëm për sigurinë kombëtare amerikane. Ish zëvendës drejtuesja e divizionit kibernetik të FBI-s thotë se nuk është e vetëdijshme që FBI të ketë bërë një vendim të tillë për një sulm që prek sistemet e saj që nga viti 2020. Standardet janë shumë të larta dhe vetëm disa agjenci deklarojnë një incident të madh kibernetik çdo vit, tha ajo. Një zëdhënës i FBI-s nuk komenton për deklaratën duke ju referuar një komunikimi të mëparshëm të agjencisë në fillim të marsit. FBI identifikoi dhe adresoi aktivitetet e dyshimta në rrjetet e FBI-s dhe kemi përdorur të gjitha kapacitetet teknike për t'ju përgjigjur. Sipas udhëzimeve, një sulm mund të konsiderohet incident i madh nëse përfshin marrjen ose kompromentimin e të dhënave personale ose paraqet rreziqe të thella për sigurinë kombëtare, marrëdhëniet e jashtme, besimin publik ose liritë civile të amerikanëve. Nuk është e qartë cila gjetje ka shkaktuar vendimin e FBI-s. Në njoftimin e marsit ndaj Kongresit, FBI informoi ligjvënësit se hakerët pa caktuar dukeshin të kishin depërtuar në një sistem të agjencisë duke shfrytzuar infrastrukturën e ofruesit të shërbimeve të internetit, një metodë që agjencia e përshkroi si taktik të sofistikuar. Njoftimi shtonte se sistemi i prekur përmbante të dhëna nga procesi ligjor, si rikthime nga pajisjet e mbikëqyrjes dhe informacione personale të lidhura me subjektet e hetimeve të FBI-s. Pajisjet PAN Register dhe Trap and Trace lejojnë autoritetet të monitorojnë thirrjet hyrëse dhe dalëse të një telefoni ose faqet e vizituara nga një pajisje e lidhur me internetin. Ndërsa këto mjete nuk regjistrojnë përmbajtjen e komunikimeve, informacioni i kapur është i vlefshëm për shërbimet e inteligjencës së huaj ose grupet kriminale, pasi mund të zbulojë objektivat e mbikëqyrjes së FBI-s. Ky sulm nuk duket ketë lidhje me kompromisin e fundit të lidhur me Iranin dhe emaileve personale të drejtorit të FBI-s Cash Patel. Ai është një tregues i fundit se hakerët kinezë kanë avancuar aq shumë sa mund të depërtojnë në disa nga sistemet më të ndjeshme të sigurisë kombëtare të vendit. Kur një agjenci shpall një incident të madh, duhet të aktivizohet edhe një mekanizëm ndëragjencish për përgjigje kibernetike. Nuk dihet nëse kjo ka ndodhur apo nëse sulmi është përmbajtur që atëherë. Zëdhënës të ndryshëm të Shtëpisë së Bardhë dhe Agjencisë për Sigurinë Kibernetike dhe Infrastrukturën i referuan për koment FBI-s, NSA nuk u përgjigj për kërkesat për koment. Shtëpia e Bardhë organizoi një takim për sulmin ku morën pjesë zyrtar nga FBI, NSA dhe CISA. Sipas burimeve amerikane, hakerët kinezë kanë synuar më parë ofruesit komercial të komunikimeve si një rrugë për të hyrë në rrjetet federale ose për të aksesuar të dhëna të ndjeshme të sigurisë kombëtare. Grupi kinez Volt Typhoon ka depërtuar në infrastrukturën kritike të SBA-ve duke përfshirë porte, implante ujë dhe në stacione energjie, ndërsa një grup tjetër, Salt Typhoon, ka depërtuar në disa nga ofruesit më të mëdhenj të telekomunikacionit. Në këtë sulm të fundit, zbuluar në fund të vitit 2024, hakerët kinezë kanë marrë të dhëna thirrjesh nga miliona amerikan, kanë marrë të dhëna nga wiretapet e FBI-s dhe kanë vjedhur komunikime të paenkriptuara nga telefoni i atëhershëm kandidat presidencial Donald Trump. Burimet thanë se FBI ka vepruar shpejt për të adresuar incidentin, por e quajtën të turpshme që agjencia të kompromentohet nga hakerët që ajo është detyruar të ndjek. Kjo është një kujtesë se çdo dobësi e papërdorur ose çdo dobësi arkitekturore do të shfrytëzohet nga një kundërshtar i këtij kalibri, tha burimi duke ju referuar hakerëve shtetëror kinez.